Ish kryeministri dhe ish kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano ka thyer heshtjen për zhvillimet në Partinë Socialiste. Këtë herë ka preferuar të flasë në rrjetin social Facebook duke zgjedhur të njëjtën mënyrë komunikimi ashtu si dhe kreu aktual i Partisë Socialiste Edi Rama. Nano kujton kreut aktual të PS-s një shprehje të Zef Plumbit. Pak ditë pasi ishte zgjedhur në krye të Partisë Socialiste, një deklaratë që siç shprehet Nano, Plumbi ja ka thënë personalisht kreut të sapo zgjedhur të partisë në vitin 2005, kur i habitur pasi ka marrë vesh pranimin e tij në postin e kryetarit të Partisë Socialiste, i ka thënë: "Çuditem shumë që ti mund të ishe kryetari i Partisë Socialiste shqiptare, por më vjen shumë mirë që ti, duke qenë në krye të saj, je njeriu më i përshtatshëm për ta varrosur atë." Shprehet ish kreu i Partisë Socialiste Fatos Nano. Reagimi i ish kryetarit lidhet me zhvillimet e fundit brenda Partisë Socialiste dhe debatin që e ka përfshirë atë për çështjen e listave të deputetëve. Një pjesë e deputetëve që mund të mos rikandidohen ose që nuk do të vendosen në listën e sigurt të Partisë Socialiste janë politikanë me kontribute në Partinë Socialiste. Ndërkohë që në intervistën e dhënë pak ditë më parë në një emision televiziv, kreu aktual i PS-s Edi Rama u shpreh se Fatos Nano nuk do të jetë në listën e kandidatëve të opozitës. Edhe më parë ish drejtuesi Selis Roz ka lëshuar akuza të ashpra për mënyrën se si po drejtohet partia nga ana e Ramës.